Përballë tani që ta kesh të ide. Vasil Rusi kishte një ide tjetër këto ditë, përshëndetje. Nuk kam asnjë guxim. I ra fjala Vasil, si u çun. U çu dhe Vasil. Vasili është nga idhujt e mi të fëmijërisë. Do ta përshëndesa kom pas trajner këtë turbino për një. Po mirë, më të gjashtë pastaj thoni pse nuk ashtu. 6 për herë, ky zot dhe nëse do më thoje përpara që zoti Rusi do ishte linjë direkte, do t'jepje një gol që e ka shnuar kundër Lech Poznanin, gol që do ishte Zili dhe Messi. Ku ta jepnim këto? Po, gol do ishte Zili dhe Messi. Po ta fusim direkt e kap YouTube-i. E ke parasysh se jemi se kadror. Zoti dakord me mua që ai goli me Lech Poznanin e ktheu gjithë historinë e golave të zhvilluar në ndërkombëtare në Shqipëri. Për lera mos flisni për mua për kohë time. Po për këtë flasim. Po s'folëm me ty për këtë flasim, na thoya për këtë flasim. Të them unë flasim më mirë për botërorin. Edhe unë doja të cekja diçka që është kruciale në këtë kampionat botëror. Mos harroni një gjë, që rregulloria me 5 ndërrime e ka bërë këtë futboll që të filloj nga minuti i parë deri në minutën e 90 që të ketë ritëm dhe të ketë rezultate dhe minutën e 93. Po të shikosh, shumë gole janë shënuar mbas minutës 80. Kjo të bën të mendosh një gjë, që 5 ndërrime shumë e vështirë një trajner të ditë, kontrolloj gjatë gjithë kohës, dhe ditë ndëroj njerëzit e dur dhe të mos bëj gabime në ndërrime. Kjo do të thotë që brenda në bankin nuk ka mundësi ta udhëheq dot më një trajner. Patjetër duhet të jetë një staf e cili duhet të jetë gjatë gjithë kohës në konsul. O ditë them vetëm një gjë, për shembull Spanja, dhe e kam diskutuar edhe me miqtë e me shok, para se të ndodhte, dhe që i ka ftuar nga ndërrime. Kjo do thotë që ka vlera trajneri dhe stafi spanjol. Se po ta shikosh Spanjën e kaluar, me këtë Spanjë ka diferencë të madhe. Mungesa e Pedrit, mungesa e Williamsit, loja e dobët, edhe Jamalit, por nuk vim vetëm nga Jamali loja e dobët. Për mua vin dhe nga mbrojtësi djathtë, sepse në momentin që bën sulmin Jamali, detyrimisht mbrojtësi djathtë duhet të krijojë superioritet e kundërshtari që në 4 vjet përpara apo 2 vjet përpara ka qenë një mbrojtësi i Realit, mbrojtësi djathtë. Pra është e ndërthurur gjëja. Por konkluzioni është ky. Gjëja më e mirë që ka bërë UEFA më e mira. Pastaj do themi edhe ndonjë gjë të keqe për çka ka ndodhur në kampionat botëror. Gjëja më e mirë që ka bërë UEFA ka bërë 5 ndërrime. 5 ndërrimet për mua ndrohet gjysma e ekipit i cili më përpara shumë njerëz venin kod vetëm sa për ta parë futbollista botërorit, por tani u bie rasti që të lozin shumë. E kuptoj. E dyta që do po. Me arbitrimin je dakord se ka diskutime, jo vetëm jo Shqipëri, më flasim për treg gjerë fare në gjithë botën, arbitrimi. Më duket se bëjnë një 100 ndeshje në Europian. Sa ndeshje bëjnë në këtë botëror? Se kam ide. Është janë goxha ndeshje dhe gabime patjetër do të ketë. E rëndësishme është mos të jenë të rëndojnë mbi rezultati. E 5 zvicerianët kanë shumë pretendime. Do vit dita që arbitrimi do bëhet me inteligjencë artificiale. Mos e harroni këtë që shumë shpejt. Nuk do ketë më arbitra. Jo, me robot, Po, patjetër. Ti bëj një pyetje. Sepse kuptohet, një fërshëllim arbitri janë miliona euro të humbura. Po. Vasil, do të bëj një pyetje që ka të bëjë me arbitrimin, sepse në fundin e viteve të 10, flamurtari, i vogël normalisht në arenën ndërkombëtare, luajti me ekipe shumë të mëdha, luajti 4 herë me Barcelonën, luajti me Partizan Beogradit, Auen, lunit me Helsinkin, ku diun tani, me një sër ekipesh. Tani si ne ishim duke diskutuar këtu se si sillen gjyqtarët në fushë kur kanë përballë lojtarë si Gerili Negër për shembull dhe Vasil Rusi për shembull në të njëjtën ndeshje. Nga anon kjo peshorja. Patjetër diferenca. Ka diferencë. Jam dakord. Jam plotësisht dakord, patjetër. I vogli shtypet kollaj. Po pra. Është më se saktë. E shikon sa i sakt pas kam qenë gjeshti për Zvicrën? Këta që kemi pretendojnë që ta trajtojnë njësoj Mesin si lojtarin e Capo Verdes tash, po tani me gjithë respektin nuk është ka që thjesht për gjyqtarin, apo ja.
Të mos impresionohet nga Messi. Vozinja, portieri. Vozinja. Portieri Vozinja. Kush ka pyetje për Vasilin? Ecim, Fationi. Respekt profesorin, jam shumë kënaqësi që kam mundësinë të flas me ty. Do doja të jep pak mendimin tënd, kë shikon finale dhe kë mendon si më favorit. Shikoj, pa dyshim finale ven ato ekipe që arrin të shënojnë. Që kanë sulmuesa që din të shënojnë dhe pa tjetër, pa shënuar nuk vete do të finale. Unë për veten time këtë kampionat botror pavarësisht se jam tifoz spanjoll, unë jam dashuruar me qendër sulmuesin e Anglisë. Po kush e fiton, profesor, kush e fiton me 0-0, fiton ndeshjet me mbrojtjen më të mirë, a me sulmuesin më të mirë, se ka një diskutim. Me sulmuesat më të mirë. Me sulmuesat, a? Pa tjetër me sulmuesat më të mirë. Mund të bëj një pyetje. E mbaroj këtë Fationi ka bëj. Po, kë mendon finale? E di kë mendojnë finale, unë do doja që Anglia të vende në finale dhe besoj të ndeshës me Francë. Kjo ishte dyshja më e bukur e imja. Pse? E kam thënë dhe njërë tjetër e deri e përsëris prapë. Harry Kane është një nga sulmuesët që mund ta quaj popullor brenda në ekip, jo në spektator. Çdo të thotë brenda në ekip. Është njeriu që bën 3 role brenda në gjatë gjithë lojës. Ajo tregon lojtarëve të tij që unë ditë shënoj, ditë organizoj dhe ditë të mbroj. Ky është mesazhi i madh që i jep ai Anglisë. Mos harroni. Të tjerët duhet ta mendojnë mirë kur të fush që një njeri i tillë që arrin të barit, sakrifikoj kaq shumë, detyrimisht mesazhi do shpërndahet te të gjithë. Dhe unë besoj dhe dyta tek trajneri për një arsye të vetme. Meqense kampionati është kaq i gjatë dhe ka kaq shumë ndeshje, problemi fizik do të ndikojë. Patjetër që do të ndikojë. Dhe ka bërë përzgjedhje të tillë i cili fizikisht ka lojtarë të përgatitur që ta përballojnë deri në fund. Kam besim te kjo mënyrë zgjedhje. Dhe e keqja më e madhe e kësaj pune dhe këtij kampionati botëror, them këtë tjetër. Ngelëm te figurat e vjetra, apo te lojtarët e vindetuar. Nuk na doli ndonjë lojtar i ri që dashuroheshim mbas asaj. Pavarësisht se u bën ndeshje dhe ishin edhe shumë ekipe. Do doja të dilte diçka e re, diçka më e mirë. Andi. Profe, radh parë duhet të përshëndes dhe gëzohem që jeni mirë, edhe dyta kam një pyetje. Sa përqindje jep Spanjës nesër dhe a e shet mundur që Lamine Yamal nesër të bëjë diferencën ashtu si gjithë presin? Jo, sepse Spanja ngeli me një krah. Krahun tjetër e ka të izoluar. Nëse do ishte Williams në rolin e tij dhe në gjendjen e tij, atëherë do kishin 2 yngëra ashtu siç ka Franca dhe loja do shpërndahesh në 2 krah. Po ta shikoni ndeshjen e fundit, në të gjitha rastet loja lozet vetëm te Lamine Yamal. Dhe detyrimisht mbasi traume që vjen ai dhe jo në gjendjen më të mirë që ka, unë besoj se do të jetë më izoluar se sa nga kampionati i kaluar. Nëse do shpërndahesh loja dhe te Williams, dhe te Lamine Yamal, do ishte krejt ndryshe dhe me një Pedri në formën e tij. Emanuel. Sot se kemi. Po. Përshëndetje. Emanuel, ecim. E shikojmë shpesh Yamalin duke u kritikuar, po në fakt ai u shpall lojtarin ndeshjes. E kuptoj që është i çik ndoshta marketingi i FIFA-s, po megjithatë dhe Yamali është ai lojtar i cili mund ta bëjë diferencën në moment. Tani kush pyetja? Pra, pyetja është kjo, që Yamali prisni më shumë apo jeni i zhgënjur me kaq sa ka dhënë? Pra, nuk, domethënë ku ndahet diferenca? Ku çalon sipas jush Yamali? Çfarë duhet presim më shumë? Ma dëgjoj duhet ta roli i Wengerit. Wengeri Wengerat më të mirë që janë, më të botë që din të vlerësojnë janë ata që futen nga brenda dhe dalin dhe nga jashtë, në shak kuptimi. Bëjnë triblim që hyn nga brenda dhe udhëheqja nga brenda ka shumë faktorë të cilën mund të realizojë një winger, por edhe nga jashtë, në kuptimin nga jashtë, çdo të thënë nga djathta e tij. Yamali sot në gjendjen që ka, mundohet vetëm të bëjë një krah. Futje nga brenda. Futjet nga jashtë i ka të vështira për arsye të gjendjes që ka. Por sido që të jetë për mua ngele talent, edhe gjatë gjithë kohës është i rrezikshëm. Ti bëj dhe unë i pyetje, me që keni bërë dhe ju gjithë. Vetëm një në fund. Po, bëj gjithë. Vasil, kam përpara syve një 4 gola shumë bukur që ke bërë. Ja kështu me stilin duke u futur nga brenda dhe duke dalë nga jashtë. Kam një kundër Partizanit në finalet kupe.
Një kundër Barcelonës, sigurisht, kur keni dalë 1-1, një kundër AUS, ai është për mua goli më i bukur që keni bërë, dhe një kundër polakëve. Për ty kush ka qenë goli më i bukur nga këta që janë gola emblem? Atë që s'kam bërë dot. Tani, një shqiptar kemi ne... Dëgjom një gjë. Dëgjom. Ti ke matur 3 gola. Apo 4 gola nga këta të mitë. Mirë më këta që të filloj të mburem në qik tani? U vonove shumë se. Vrimë në gjokë, gjithë e kemi. I va qërë. Më dëgjën që unë jam lojtari që kam me të djathën, gjithë kohën me të djathën. Kam lojt me të djathën. Dhe ke bërë një gol me ence me të majtën. Këma me e mirë është e djathë. Unë kam arritur diçka tjetër. Kam bërë faul me të majtën nga 25 metrë. E kam para atë golin. Është super gol. Me Elbasani më duket, Zoti Ruci, të bëj pyetje, ne flasim për Mbappén, flasim për Kane, flasim për Haaland e gjithë me radhë. Po për Xhakën, çfarë mendimi ke ti që bëri ndeshjet me Argentinën? Shiko, që arriti Zvicra deri atje, kishte një ambasador shqiptar. Xhaka është personalitet, tani nuk është më një lojtar që hajde. Dhe unë besoj që rolin si ambasador e ka lozur mënyrë për krye. Pavarësisht se në ndeshjen e fundit nuk pati në shfaqje shumë të mirë, se detyrimisht janë ca gjëra që gjatë udhëtimit jo të gjitha bëhen njësoj, një udhëtim kaq i gjatë siç është kampionati botëror dhe me kaq intensitet dhe me kaq ndeshje në kuris, por Xhaka është ambasadori shqiptar më i mirë që ka dhënë kontributin e tij në gjithë futbollin botëror. Por mes fush Messi nuk iku. Çfarë do të bënte? Se ai më shumë shkatrus do lutet e Zvicra se sa ndërtos. Messi. A ditë Messi s'ka bërë një në ndeshjet më të dobta. Mendoj unë. I kanë kapur topa, ka gabuar në pasim, mbase lodhja ka funksionuar, se e kanë pa ndeshjen deri te penalltit e fundit, deri mëngjes. Di cila është e mire Messit? Cila? Jo, kisha llafin për te Xhaka. Mënyrën e të luajtur. Si? Ka ndryshuar mënyrën e të luajtur. Që do të thotë? Në momenti që trajneri e vuri në qendër të sulmit, nuk kapi asnjë top dhe të gjitha i humbi. Kur e çoi te vendi i tij nga e djatha, arriti të bënte diçka. Në një ndeshje me që fituan 3-2 Egypt se mbajmë. Egypti. Tani Messi ka ndryshuar gjithçka. Messi nuk e shpik më golin. Messi ka filluar ta realizoj golin duke shfrytzuar shok. Më përpara e shpikte vet, triblonte vet, arrinte të bënte asis, arrinte të shënonte vet, e krijonte golin. Sot ka filluar ta shënoj vetëm golin. Okej, pyetje fundit kush e ka tani se nga Juve dhe të ikim. Gjergji e ke se po është gjë mirë është perceptim. Vasil, tani do të shojmë të Argentinën kundër Anglisë apo jo? Pra janë street fighter, se unë kështu i shuaj ato Argentina si street fighter, si djem rrugë pra që kanë luajtur gjithë jetën nëpër rrugë, kundër këtyre kur shoh atë Bellingham, Harry Kane, si u kanë dhënë nga Oxfordi ata anglezët, ë? Tani kush do fitojë në fund? Çunat e mira apo çunat e këqij, Vasil? Shiko, po ta bën universitetin në Vlorë. Dhe ata Argentinës. Ata tani, asnjëri s'do ta mirë të masteri. Profesor Vasili, do na i thosh anekdotën e ditës së ikim? Çfarë do të them? Aja, thuaj një sekret madhe ti. Një për botrorin. Kene një për botrorin. Me futbollin, e kene një? E them qik, po është qik vulgare dhe nuk e di, do të pranoni apo jo. Si bie ta? Me pip, si bie? Me pip, jo, nuk ka në i fjallë kësho. I tha një grua, i tha një burke, më kellëm pa gjumë, i tha. Po? Jo. Ke fjetë do njerë me mua, i tha. Po pa tjetër, i tha, kam fjetë, po me burat e tjerë, të tjere s'më kanë lënë të flë. Edhe kuj botëror s'na ka lënë të flëm gjatë gjithë kohës. Vasil Rusi, malli. Të përshëndeset për qafoj për gjithë informacionet dhe për humorin elegant që gjithë një i jep në studio. Vasil Rusi, për mua lojtari më i nënvlerësuar shqiptar i gjithë kohërave. Sepse edhe për arsye